Përshëndetje të ndërgojmë dhe nga zgjedhur e njerëzimit profetin tonë sallallahu alaihi wasallam. Bishoftë e tij, dhe mbjetësi të ata cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e shpëtimit. Ja ku arritëm në natën e fundit të muajit Begac. Sonte janë taravit e fundit dhe namazi i fundit që falim për këtë Ramazan. E nesër është dita e fundit e këtij muaji të Begac. Ashtu siç edhe Allahu i lartësuar e përmend për këtë muaj ku thotë ejjaman ma'dudat, një ditë të numëruar. Dhe në të vërtetë, pra ditë të numëruar, hyri Ramazani e nuk po merret vesh se si po jetë në këtë muaj. Por ngushtuesi më i mirë për çdo njërin prej nesh është shpresa e madhe që kemi tek Allahu i lartësuar, se ndoshta i madhi Zot na ka parë me syrin e mëshirës, e ne ka pranuar adhurimet që kemi bërë gjatë këtij muaji. Shenjë e pranimit të veprës së mirë është pasimi i saj me vepra të mira. Vëlla dhe motra, nëse Ramazani përfundon, nuk do të thotë që ka përfunduar adhurimi i madh Zot. Nuk do të thotë që ka përfunduar veprat e mira, sepse kur ndroi jetë profeti alayhi salam, shokët e profetit alayhi salam pra përjetuan shumë keq. Dhe vjen Ebu Bekri i gjen në atë formë. E thotë, ai i cili adhuronte Muhamedit, dhe ta di që Muhamedi ka dëruar jetë. E ai që adhuron Allahun, dhe ta di që Zoti i gjithësisë është i gjallë dhe nuk vdes. Adhurimet, nëse përfundon muaji Ramazanit, nuk do të thotë që kanë përfunduar veprat e mira. Besimtari duhet ta dëshmojë dashurinë ndaj Allahut të lartësuar dhe shenjën e pranimit të tij tek Zoti i gjithësisë dhe pranimit të veprave të tij tek Allahu i lartësuar është vazhdimësia në punë të mira. Namazin ne kemi obligim si në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Respektimin e prindërve ne kemi obligim si në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Rujtjen e lidhjeve festarë ne kemi obligim si në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Nëse agjërimi i detyruar ka përfundon pra nesër në broma, nuk përfundon agjërimi vullnetar. Ke hapësirë dhe ke mundësi që të përpishesh të arrish kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i dërguar i Zotit na nxit që ne punët me i dorë të vazhdueshme. Dhe kur e përshkruaj Muhamedit alayhi salam, thonë, kur ai e bënte një punë, e bënte atë në vazhdimsi. Dhe në një hadith profeti alayhi salam thotë, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Punët më të dashura tek Allahu janë ato që bëhen në vazhdimsi edhe nëse janë pak. Vëlla dhe motra, në përfundim të këtij muaji, sonte është natë teke. Dhe sipas një mendimi, edhe pse shumica e dietarëve kanë mendimin që nata e katërt, pra është nata 27, ka mendim tjetër, pra që ajo kërkohet në netën teke. Dhe sonte është natë teke, natë e fundit e Ramazanit. Ndoshta sonte është rrafta jote, rrafta jote që të lirohemi prej zjarrit të xhenemit. Prandaj është e udhës për çdo njeri që sonte në këtë natë ti lutet Allahut të lartësuar për falje, ti lutet Zotit gjithësisë për mëshirë. Ta vazhdoj atë lutjen që i mësoi profeti alayhi salam Aishës. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e do falje, më fal mua. Dhe patjetër e këshilloj çdo njeri që me përfundimin e këtij muaji
vendose mes teje dhe Allahut të lartësuar, që një gjë do ta ndryshosh jetën tënde. Ti mund të ndryshosh shumë, por të paktën një gjë. Jepja premtim Allahut të lartësuar pra një punë nga ato që të ka urdhëruar Zoti i gjithësisë, siç janë namazi, siç janë respektimi i prindërve, siç janë ruajtja e ligjeve tradicionale. Pra një gjë mundohu që në përfundimin e këtij muaji ta rregullosh me Zotin e gjithësisë. Nëse çalon ti namazin, jepi premtim Allahut të lartësuar. Kujtje ndoshta bëhet ky premtim që jep madhët sot, që të të falë Allahu i lartësuar, të të mëshirojë Allahu i lartësuar, të të lirojë nga zjarri i xhenemit i madh Zot. E nëse je në rregull me namazin, por nuk i ke punën në rregull me prindërit e tu, mundohu që sonte pa vonuar, ti rregullosh çështjen me prindërit e tu. E nëse çalon ke rrugë e ligjeve tradicionale, nuk flet me farizisin, ke probleme me afërmit e tu, mundohu që sonte ta marrësh një vendim, një ndryshim në jetën tënde që ti përmirësosh lidhjet me ta. Edhe sa Allahu na lartësuar, që të na bëjë të mundur të dalim prej këtij muaji me gjunave të fadra. Edhe Zoti i gjithësisë që na mundësoj të dalim prej këtij muaji duke qenë emra tonë të liruar prej zjarrit të xhenemit. Në përfundim të këtij muaji, siç edhe kemi përmend në netët e kaluara, profeti alayhis salam ka bërë obligim detyrë nxjerrjen e sadakas së fitrit. Dhe thama jo nxirret ushqim pra i parë e familjes e nxjerrë për 100 pjesëtarët e familjes së tij, këshilluam që ajo të jepet pra tek të afërmit. Secili shikon pranësisin e tij kush është nevojtar, në mënyrë që fiton shpërblimin e sadakas fitrit, por edhe ruajtjen e ligjeve tradicionale. Dhe thamë ai që nuk do të merret me punë, pra nuk ka mundësi, atëherë pra edhe këtu te xhamia, çlidhi i xhamisë do të merret me shpërndarjen e sadakas së fitrit, dhe thamë deri nesër, pra deri nesër në drek, mund të vini dhe t'ja jepni pra parat ose i zetit